E pra të nderuar, është koha e mysafirit. Lojra pa kufi u thoi drejt zemrës së Stambollit, duke sjellë me vete ngjyra, ndjesi dhe mendimin e thellë të artistës Teuta Hoxha Imeri. Ekspozita u hap në një nga hapësirat kulturore që përfaqësojnë artin e Maqedonisë në Turqi, ku vizitorët përjetuan një udhim vizual jashtë kufijve të zakonshëm. Arti edhe një herë tregoi se ditë të bashkojë botë të ndryshme dhe të jep një ndjesi të përbashkët. Dhe do t'i themi mirëmëngjes Teutës. Mirëmëngjes Teuta. Mirëmëngjesi. Është kënaqësi që të kem këtu brenda në studio për bisedu edhe për ekspozitën tënde, me shumë aktivitete, mirë po ndave kohë edhe për një ekspozit. Kjo ekspozit u thoi drejt Stambollit, e cila në hapësirat kulturore, e cila përfaqëson artin dhe kulturën e Maqedonisë së Veriut, pra në Turqi. Si lindi ky bashkëpunim dhe si e përjetuat mundësinë për të sjellë veprat e juaja në këtë galeri? Faleminderit për ftesën. Kishte konkursin në Ministrinë e Kulturës, cilën që ne në disa shtetet jashtë Maqedonisë kemi qendrat kulturore informative atje. Dhe konkurova, kështu që e kalova si vjetë konkursin. Loja pa kufi, ekspozita në grafik, për shkak që grafika më jep jetë, sa do që e punoj edhe pikturën, grafika më jep jetë për shkak që vetë jam grafiste. Është punuar më herët kjo ekspozit, një pjesë të punimeve e ekspozova edhe në Stamboll. Po. A ishte ndonjë ndjesi apo përvojë personale që të frymëzoi për këtë cikël veprash dhe cili ishte mesazhi që ti e përçove përmes kësaj ekspozite? Loja pa kufi, domethënë inspirimi i krejt këtij ciklit të punimeve është, domethënë, kur e kam përgatitur temën e magjistraturës, që e pata, po frymëzimi tepërt ishte që ajo pandemia që mos kthehet më, ishte ajo mbyllja në orët policore që i thonim, që nuk mundeshim as të takojmë njerëzit më të afërt, për një moment nga ajo rutina e përditshme, zhurma në punë, e nxënësve, e lagjes që kanë luajtur fëmijët, edhe u shkëput çdo gjë. U kthem në normalitet, po ai zë nuk është mas i ka qenë dikur që kanë luajtur fëmijët jashtë. Kjo ishte ajo inspirimi dhe ideja për ta nxjerrur, domethënë, lojrat e mia të fëmijërisë me ato të sot që luajnë fëmijët, fatkeqësisht në telefona, që rinë në një dhomë edhe luajnë në telefon. Domethënë, kjo ishte inspirimi kryesor për... Po, Teuta, në veprat e tua ndjehet një bashkëjetesë me teknikës dhe ndjeshmërisë së thellë. Si arrin t'i bashkoni këto dy dimensione në mënyrën që e prekën publikun? Puna ime më tepër është, domethënë, atë abstrakten, se sa në atë realen, edhe mundohem të eksperimentoj çdo herë sa më tepër teknika të ndryshme, sidomos në grafik, që lejohet të kesh një eksperiment më të gjerë. Abstrakten e punoj më tepër për shkak që abstraktja secili mund ta lexojë punimin ashtu si ai e ndjen, edhe si ai e sheh. Më thënë, nuk ka gabim, nuk ka ndonjë gjë që ta kufizoje, po thjesht të hyjë edhe ta nxjerrë atë bukurinë e shpirtit të vet që e ka, ta lexoje nëpërmjet punimit. Kam menduar që gjithmonë edhe mua më pëlqen shumë abstrakcioni, sepse çdo pikturë apo çdo pikturë mund është t'ia vesh atë temën që ti ndjesh momentalisht dhe ti e ndjen atë pikturë ashtu si don ta shohësh. Çfarë reagimesh more në Turqi për këtë hapje? A kishte ndonjë koment apo përjetim që t'la mbres? Se cila ekspozit ka të peshën e vete dhe edhe nga që është e fundit a momentalisht, është ma e mira. Edhe mirë, pati publik që mund ta vlerësoj edhe publikën, që ishin artistë, që ishin profesor të fakultetit, të
konzullit ton atje, domethënë kishte misafir. Kështu që e shijove. Po, e shijova edhe kur je në një vend tjetër që ka peshë, domethënë Turqia si Turqi, Istanbuli si Istanbul, ka turist shumë aty. Edhe për një moment afër qendrës kulturore ishte edhe ekspozita e Picassos. Edhe thash në vete tota në një moment a do të ketë turist si për Picasson edhe për ty apo jo. Po kishte misafir, kishte domethënë tërë javës që ishte ekspozita e hapur, kishte vizitor. Ashtu e the edhe ti sepse në Stamboll ngërshetohen edhe mjaft kultura të ndryshme. A mendon se ky kontekst i jep një lexim tjetër veprave tua? Për çdo artist që del jashtë kufirit, është një vlerësim më i madh për secilin, kështu që edhe kjo është një hap përpara për mua. Po, sigurisht. Po. Përveç artit, ju gjithashtu keni rol edhe të rëndësishëm edhe në arsim, si drejtoreshe një shkolle, dhe si e menaxhoni këto angazhim si e keni menaxhuar këtë angazhim që kërkon përkushtim të plotë edhe për nxënësit, por edhe për punën tënde, edhe pse the që e kam punuar ndër vite këtë ekspozitë. Normalisht unë që 3 vjet, domethënë jam në krye të detyrës të menaxhimit të shkollës fillore Ismail Qemali pranë komunës të Çajrit, një ndër shkollat më të mëdha. Dashuria për arsimin, për nxënësit, për fëmijët, më shtyn që të mundem ta menaxhoj, domethënë gjithë këtë situatë. Edhe nuk më duket. Është ajo ngarkesa, rutina e ditës që ndonjëherë ngarkohesh edhe je e lodhur, po në fund të ditës kur e shef që ke një rezultat për gjithë punës që e bën brenda 18 orëve, thom që dë bie të flej rahat edhe të mendoj për nesër që si ti menaxhoj gjëra tjera që realisht për mua është kënaqësi. Kur nuk kam punë, mendoj që diçka është duke ndodhur. Do me thonë, jemi pranë përfundimit edhe të vitit shkollor. Si shkoi ky vit shkollor edhe në shkollën? Një vit i suksesshëm, me shumë angazhime, shumë punë, shumë gara, shumë programe edukative për fëmijët. Kemi shumë çmime të para, jo vetëm komunale, po republikane. Dhe edhe t'i kunërzojmë në fund me një mirënjohje dhe një vlerësim nga ana e shkollës të gjithë nxënësit që na sollën edhe këtë suksesin. Edhe normalisht pa kolegët, arsimtarët e asaj shkolle nuk do të mbrihet asnjë sukses. Do me thënë, laramanshmëria që ti e gjen edhe në aktivitetet edhe tek fëmijët, ndoshta edhe në prekat aktivitetin tënd artistik, ndoshta edhe ky ngërshetim është një inspirim i joti edhe për punën tënde. Unë çdo herë kam pasur edhe titujt e ekspozitave, domethënë edhe cikleve që i kam pasur lidhshmërinë e fëmijës me prindin, me lojën, me rrugtimin, me adoleshentët, domethënë çdo etapë e nxënësve, domethënë që nga klasa e parë, mund të them deri në atë kohën e fillimit të pubertetit, se tashmë jemi në një kohë tjetër, edhe pubertetin e shohim edhe në shkollë fillore, domethënë të gjitha këto etapa problematika të lezetshme, problematika në thojza, janë inspirimi im që unë nesër e hedh atë në pëlhur ose në flet. Kështu që mjaft suksese edhe në punën profesionale, ashtu si që je një artiste e vërtet, edhe në punën dhe detyrën e re të cilën ti e përfaqëson shkollën Ismail Qemali me shumë dashurime dhe me shumë të mira që i ke sjell edhe aktivitetet në këtë shkollë. Mirë po, tash do fokusohem edhe për ta përfunduar bisedën, apo punon për një projekt të ri artistik që mund ta ndajmë për publikun, ndoshta ndonjë aktivitet tjetër, diçka tjetër që ne duam ta dim?
Tash po mundojmë të gjejmë ndonjë gjë të re. Janë duke punuar, domethënë artisti patjetër e ka të punuar. Sa më shumë të rinë në atelje që të mundet të nxjerrë diçka të re. Fakt që jam ndoshta përpara kam qenë më gjatë, tash jam pak më shkurt me kohën, me menaxhimin e kohës për të punuar në profesionin tim personal, domethënë si artiste. Po besoj që vitin e ardhshëm vi me diçka të re. Kështu që mendoj që po i presim. Patjetër. Mendoj që po i presim. Teuta, unë të falenderoj që të ndave kohë. Faleminderit edhe këtë mëngjes për ne. Dhe ne të morëm shumë kohë, sepse ju nesër në shkollë keni edhe një fest madhe për nxënësit të cilët do ta përfundojnë klasën e 8, veçmë të 9. Të 9-ën. Se unë kam bet me të vjetërën në 8-ën. Të 9-ën. Dhe të falemderoj shumë që gjete kohën dhe na dhe mundësinë që të realizojmë këtë bisedë shkurtër. Faleminderit nga ana juaj, faleminderit domethënë televizionit që çdo herë gjen hapësirë edhe e promovon punën time. Jam mirënjohëse. Faleminderit. E pra miq dhe shikues të nderuar, ne këtu do të shkëputemi me një pikë muzikore për të rikthyer edhe me mysafirin e radhës.